Kryeministri Edi Rama ka prezantuar në Elbasan projektin ambicioz të pistës së Formula 1, që do të ndërtohet në kompleksin sportiv ndërkombëtar Elbasan Automotor Parku. Ky investim pritet të shndërojë Elbasanin në një destinacion sportiv të nivelit të lartë dhe aktiv gjatë gjithë vitit. Në fjalën e tij, Rama theksoi se ky projekt nuk është vetëm një garë me makina, por një motor i ri për ekonominë shqiptare. Të jetë edhe vendi mikpritës i garës së Formula 1-shit, diçka e pa konceptueshme deri para ca kohë, diçka jo lehtësisht e konceptueshme nga vende shumë me emër se sa i yni, por ja që ne ja dalim edhe aty ku në një farë mënyre basti duket i pamundur. Dhe dua të theksoj që këtu nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Ky projekt është ekonomi, nuk është garë me makina. Dhe është ekonomi sepse në harkun e 360 vitit, ky projekt do të krijojë një destinacion ku në qendrën e vet të gravitetit do të jetë siguria rrugore dhe ku që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit që ngasin një makinë apo duan ngasin një makinë, do duhet t'i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse që do t'jem pjesë e të qenit ton antar të Bashkimit Evropian. Sipas Ramës, pista e re do të jetë një qendër multifunksionale, duke përfshirë jo vetëm gara, por dhe testime dhe edukime mbi sigurinë rrugore. Ndërtimi i saj do të realizohet sipas standardeve ndërkombëtare dhe do të sjellë inovacione të sugjeruara nga ekspertët e Formula 1, duke përmbushur kriteret e Bashkimit Evropian. Projekti synon të tërheqë jo vetëm adhurues të sportit automobilizmit, por dhe turist nga rajoni dhe më gjerë, duke kthyer Elbasanin në një pikë referimi për aktivitetet sportive dhe kulturore.